Përshëndetje, miq të dashur, jemi takuar këtu në emisionin Harku, jemi drejt për drejt nga studiet e televizionit Opinion. Tashmë jemi mësuar me Harkun me figura të ndryshme, por sonte për dallim kemi shkuar përtej kufive të Kosovës, na vjen nga Shkodra, një djalë i cili përveç muzikës, përveç që është një producent i evenimentesh të ndryshme, është një djalë i cili ka bërë shumë punë njëkohësisht në një moshë të re që gjendet mes shumë gjërave, është një sukses i mirë. Pa unë për shumë kohë dua të prezantoj është Eli G. Mirë se erdhe, Eli. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta në vendin e Prizrenit, vend i bukur me kulturë, dhe më kanë prit mjaft mirë këto. Faleminderit edhe ju që jeni sonte këtu tek Harku. Faleminderit juve për ftesën, dhe është një kënaqësi tepër e madhe të jem këtu. Pashtë në Facebook postimet e juaja se ishit me shumë entuziazëm që po vinit në Prizren. Ç'është kjo lidhje me Prizrenin kështu mirë? Në Prizren besoj se do kemi një lidhje të vazhdueshme tashmë, duke filluar që sot edhe në vijim, por do t'i zbulojmë pas pak. Do të lëmë atë për më vonë. Po, sigurisht. Por pse jo, Prizreni është vend i bukur dhe besoj që do të fillojmë shumë gjëra të rëndësishme këtu. Eli, që nga mosha 15 vjeçare, ju vetëm jeni futur në botën e muzikës. Jeni sikur njëri me shumë pasion dhe shumë vullnet. Më trego pak më shumë për atë periudhën në fillim, se si ka qenë Eli në fillim të karrierës, është pak e mundishme, është pak e vështirë. Sigurisht që të merresh me muzikë sot është e vështirë, është e mundishme, por është edhe e bukur, dihet kjo pjesë. Unë ka rreth 7-8 vite që merrem me muzikë, vazhdimisht edhe normalisht kam hasur shumë vështirësi, por kam hasur dhe shumë gjëra të bukura interesante, siç i ka bota e artit, bota e skenës, është tepër emocionuese. Vështirësia kryesore është që të afirmohesh tek publiku, të njifesh tek publiku, se si do hysh në brendësinë e tyre, që ta bësh publikun për vete, por besoj me ato që i kam afruar publikut, ja kam arritur mjaft mirë dhe me mjaft sukses deri tani, mendoj, me vlerësimet e publikut gjithmonë. Ju jeni vlerësuar tashmë nga publiku mjaft mirë mirëpresin të gjitha këngët e juaja. Do të vazhdojmë një herë tek kënga me Marcelin, ka qenë një klip që është pritur mjaft mirë, para se ne të ndjekim klipin tani, unë do të di më shumë rreth kësaj këngë, rreth këtij bashkëpunimi. Po, me Marceli është këngëtar i njohur në Shqipëri, besoj edhe në Kosovë është i njohur edhe i suksesshëm dhe ishte bashkëpunim dhe ishte një sukses, domethënë aty filloi të ngrihet edhe niveli artistik i imi pak më tepër, të njihesha më tepër me publikun, edhe ishte diçka që solli shumë të mira, solli edhe shumë koncerte pas klipit, solli edhe shumë duartrokitje nga publiku, shumë urime, dhe vërtet ishte një sukses mjaft i mirë që ja ka vlet një bashkëpunim me atë djalë që është mjaft i talentuar. Do të di më shumë rreth tekstit të kësaj këngë, me kë ke bashkëpunuar më shumë rreth klipit, rreth gjitha gjërat sa i përket kësaj këngë. Po, sigurisht, kënga është realizuar komplet në studion e Boja Produksion nga Mariglen Boja, producent e njohur në Shqipëri dhe tepër i suksesshëm, teksti nga 52 Oni, është artist dhe ai, dhe klipin e kam xhiruar me Max Produksion, është produksioni më i madh i videoklipeve në Shqipëri dhe në Kosovë gjithashtu. Besoj. Ju keni qenë pjesë e organizimeve, manifestimeve të ndryshme. Po, në fillimet e mia të hershme, kam marrë pjesë për evenimentet që janë realizuar dhe janë vlerësuar me çmime, kanë qenë të suksesshme për një artist të ri në atë kohë, për të filluar një karrierë sa më të mbar, edhe për të afirmuar sa më tepër tek publiku. Do të jetë ndërlidhesha, para se të vazhdojmë pjesën tjetër me Shkodrën, para se të na flasësh diçka më shumë rreth Shkodrës, se patjetër do të na interesonte nga këndvështrimi juaj, megjithëse kam parë një simpati mjaft të madhe ndaj Shkodrës, ju personalisht. Keni qenë producent në organizimin Shkodra Fest, një organizim që ka mbledhur këngëtar të ndryshëm. Tash do të flas për organizimin e Shkodra Fest apo për Shkodrën? Për organizimin njëherë. Atëherë, Shkodra Fest ishte një eveniment i mbajtur për herë të parë në qytetin e Shkodrës dhe ishte mjaft i suksesshëm. Shkodra Fest ishte eveniment që zgjati rreth 2 muaj e gjys dhe ishte me konkurrim, sigurisht kishte artistë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi dhe diaspora nga të gjitha rrymat muzikore.
ishte një eveniment dhe një diçka e re për qytetin e Shkodrës, e cila Shkodra ka shumë kulturë, sidomos sa i përket artit është tepër me kulturë, mund ta them një nga qytetet më të mira kulturore në Shqipëri, dhe kjo ishte po një risi e re që të gjithë shkodranët dhe të gjithë veriorët e pritën me mjaft dashuri dhe me mjaft interesim se çka po bëhet në Shkodër, sepse realisht u hap një interes tepër i madh sapo doli lajmi që do organizohet një eveniment mbarkombëtar në qytetin e Shkodrës. Edhe unë si producent i këtij eventi u mundova që ta realizoj më të mirën, edhe ashtu ka dalë, besoj tek publiku, kanë dalë shumë të kënaqur, artistat kanë marrë pjesë, artistat të ri dhe shumë të afirmuar në tregun muzikor shqiptar. Dhe ishte diçka mjaft e bukur. Besoj që publiku është kënaqur me një risi të re e cila do vazhdojë çdo vit të organizohet tashme, e cila është e miratuar edhe nga Bashkia e Shkodrës që ky eveniment të jetë edhe i meteshëm për vitet e tjera. Kjo tregon sukses, besoj. Po gjithsesi do të di si ide, ishte patjetër që kanë vetë një qëllim të mirë, por më saktësisht ideja që të bëhej një, që të grumbuheshin nga gjitha anët, këngëtar të ndryshëm apo ideja ishte imja, sepse unë e dija që ky eveniment e kisha ndjenjen pozitive që ky eveniment do kishte sukses edhe do kishte artist nga gjitha anët. Unë fatmirësisht kam kontakte shumë mira pothuajse me të gjithë artistët e estradës që ekzistojnë në Shqipëri edhe në Kosovë. Edhe realisht artistat erdhen sapo pa lajmin, unë kam pas shumë artistë nga Kosova që kanë qenë pjesëmarrës, edhe realisht disa kanë qenë edhe finalist, shumë të talentuar. Edhe artistët prandaj ishte e bukur sepse do kishte artistë nga të gjitha trevat shqiptare. Edhe se po të ishin vetëm nga Shkodra prap do ishte interesimi më i ulët sepse kjo u bë diçka që u hap në gjithë Shqiptarinë, edhe në gjithë Kosovën, madje ka marrë emër si eveniment Shkodrafest sepse eveniment është për herë të parë, është pak vështirë që të arrihet kulmi, por besoj që arriti kulmi mjaft mirë. Po. Tani rikthehemi përsëri Shkodrës në këndvështrimin tonë, doja të më flisje pak më shumë rreth jetës atje, diçka që nuk mundemi, që nuk mundemi në vjet përgjithshme të dimë ne nga këto. Shkodra është një nga qytetet më të bukura të Shqipërisë. Diçka më të veçantë, se si është jeta Shkodra gjithmonë përfshihet me kulturë dhe mikpritje, siç përfshihet edhe Prizreni, ku ne jemi sonte, vërtet unë ka që 2 ditë që kam ardhur në Prizren dhe kam ndjer një ngrohtësi mjaft e skajshme dhe mjaft e mirë nga Prizreni, nga pronari i televizionit Edit, të cilin dua ta falenderoj, dhe nga gjithë stafi juaj. Shkodra ka një jetë normale, ekzistojnë universitetet që e bën dhe jetën e natës me kulminante, e bën me të fuqishme, domethënë atje jetën. Është qytet i qetë, nuk ka probleme shumë të mëdha, normalisht ndodhin ndonjë gjë siç ndodh sot në çdo vend, por të kalosh një fundjavë në Shkodër, të paktën të vish nga Kosova apo nga një qytet tjetër, besoj që do dalësh shumë i kënaqur. Sepse Shkodra njihet për mikpritje, për idealet e veta. Shumë mirë. Ju keni qenë pjesë radios, gjithashtu keni punuar, keni pasur edhe një emision tuaj, doja të dija më shumë nga kjo eksperiencë. Madje po përsëri tani. Paske marr shumë informacion rreth karrierës time në çdo skaj. Po unë përsëri ka vite kjo, ka rreth 3 vite gjys. Unë kam drejtuar dhe emision në radio, faktikisht e kam bërë tepër për dëshirë, për të ndihmuar veten pak a shumë tek artikulimi i fjalëve që është diçka e mirë, radio të ndihmon në shumë aspekte. Unë kam bërë emision live 2 orë dhe jam ndier shumë mirë. Dhe çfarë emisioni ishte? Ai ishte emision i përgjithshëm, artistë të ftuar dhe tema rreth showbizit me tepër, normalisht pa dal nga tema e artit ku unë isha. Unë gjithmonë kam ecur në një rrugë që ka pas lidhje vetëm art. Kupton, jo me diçka për shembull më ndryshe, kupton. Vetëm çka përket rreth muzikës, rreth artit, sepse edhe emisioni është art, apo ta ideosh atë, edhe unë vetëm këtë rrugë kam ecur në shumë profesione, por gjithmonë në lidhje me artin.
Martin. Gjithsesi kemi këngën tjetër që është Belash, një nga projektet e juaja të cilat ka pasur mjaft shumë sukses. Para se dëgjojmë klipin, sepse patjetër që kemi zgjedhur në klipet më të pëlqyera ose më të fundit për shikuesit tanë, do të më flesi diçka më shumë rreth tekstit, rreth bashkëpunimit tuaj për këtë këngë. Realisht për Belën ka për të folur shumë. Bela është një këngë, jo një këngë e imja sukseshme, por është një nga këngët më të sukseshme shqiptare. Është një këngë që realisht është dëgjuar dhe është pëlqyer maksimalisht nga publiku. Ajo ka qëndruar në daljet e saj të para, ka qëndruar për shumë muaj me radhë në playlistat në vendet e para në televizionet në Shqipëri. Ajo dhe në internet po ta shikosh i ka për afro 4 milion klikime, domethënë që janë klikime reale të paktën, jo nga ato që blihen edhe nga ato falso. Të them të drejtën, nuk ka diskotek po të hymë të pjesa këngës, se Bela nuk është luajtur. Madje duhet ta cek dhe këtë është luajtur në diskoteka arabe apo diskoteka me bullgar në për Itali dhe Zvicër me 8.000 veta brenda. Unë mu mi ka ndërguar me video realisht dhe jam ndjerë mirë. Bela, po t'i shikosh sa duash video në për internet dhe fëmijët e kanë kënduar edhe e kanë hedhë video në internet. Është këngë tepër e pëlqyer dhe suksesshme. Bela është në bashkëpunim me këngëtarin Rati nga Shqipëria, një këngëtar mjaft i arritur dhe ndër më të suksesshmit në Shqipëri, dhe me 52 Onin, një hip-hopist mund ta quaj, që është me një stil tepër të veçantë, një stil jamaikan. Dhe është diçka që publiku e dashuron. Zërin e tij është një nga zërat më të rrallë, sepse stili e bën një artist të rrallë, kur i e stil unik. Dhe kjo këngë është punuar po në Boja Produksion, dhe teksti është punuar nga 52 Oni që është bashkëpunues në këtë këngë, dhe klipi po nga Max Produksion. Gjithashtu ju keni shumë koncerte që mbani në Shqipëri dhe në diaspor. Keni qenë edhe pjesë e Top Festit më herë. Po, pjesë e Top Festit kam qenë të Top Fest 9, ndërsa koncerte, po, kemi mjaftueshëm në Shqipëri. Koncerti i fundit ishte para pak ditësh me 16 në mos gaboj në Elbasan. E kishim një me Shpat Kasapin. Dhe koncerte kemi pothuaj çdo javë, çdo muaj, nuk mungojnë koncerte në gjithë qytetet e Shqipërisë dhe në diasporë, në Itali, Gjermani, Zvicër, Kreta. Përveç si këngëtari, ju jeni edhe menaxher i klubeve dhe këngëtarëve të ndryshëm. Si gjendesh është pak e vështirë? Jo, nuk është e vështirë. Unë realisht kam menaxhuar një lokaltimi në Shkodër para një vitit e pak, dhe aty kam sjell shumë artista, por përveç tyre kam sjell edhe artista të tjerë, sidomos të Kosovës, në Shkodër dhe në qytete të tjera, duke pas kontaktet e mira me to, për të bërë dhe një primar për klubet më tepër, për të ndihmuar sadopak, që dhe kontaktet sot është bërë vështirë të gjejnë me artistat, dhe unë i kam kontaktet krejt mira me gjithë, dhe shpimet ju bëjmë pak me të lira. Dhe kjo nuk është problem, sepse vazhdimisht keni bashkëpunime. Po na ndjek ndonjë artist edhe pastaj. Kjo është dhe për shkak se kemi bashkëpunime mjaft mira me... Po, dhe bashkëpunimet janë mjaft mira, realisht kanë rezultuar tepër të suksesshme deri tani në publikun shqiptar dhe kosovar. Nuk po di se sa po njekin këngët në Kosovë, por realisht unë kam shumë fansa nga Kosova që më shkruajnë vazhdimisht në fanpage-in tim në Facebook apo dikun, dhe më urojnë dhe përgëzojnë për këngët. Edhe realisht mund të them jo vetëm nga Prizreni, por nga gjitha qytetet e Kosovës. Dhe kjo të bën ndihem mirë. E tash dhe në fillim që një djalë që ka shumë pasion për muzikën, pastaj nëse marrim parasysh dhe moshën, është një moshë e re, por që ka një sukses të madh. Do të di përse gjithë kjo dashuri për muzikën, ose mundet Eli gjende diku tjetër, apo është vetëm muzika gjithçka për ju? Ti, si që përmende, unë jam gjendur edhe në shumë situata tjera. Përveç muzikës, sigurisht që mund gjendet, por realisht muzika ka qenë pasioni im i madh, që qenë në femërinë e atëhershme, dhe muzika është diçka që e dashuroj dhe më pëlqen ta bëj, a kupton? Dhe kam ecur mjaft mirë në publik, dhe sigurisht që duhet vazhdoj lart e me lart, sepse unë s'kam ardhur që s'kam hyrë në muzikë që të bëj bume një herë dhe pastaj dështoj. Kam hyri, kam bërë shkallë. Edhe si që shikon dhe këngët, do me thënë,
kanë dalë të gjitha njëra me suksesshme se tjetra, edhe kështu do vazhdojnë përsëri në vijim këngët e radhës. Sigurisht po tjetë dhe diçka tjetër, mund ta bëj pse jo. Nuk është gjithçka për një person të jesh i ri dhe të bësh shumë gjëra, apo të jesh i ri dhe të bësh sukses. Rëndësi ka sa kërkon tek vetvetja. Nëse ti kërkon shumë, atëherë do bësh sukses. Nëse ti humultohesh në vetveten tënde dhe inspirohesh në diçka, atëherë vërtet do arrisësh diçka në jetë dhe do arrisësh diçka që tek publiku do të japin tepër autoritet, do japin tepër rëndësi dhe sukses të madh. Dhe ky jam unë jam person që i kërkoj vete shumë dhe e bëj diçka dhe nëse është tepër e suksesshme, prapë them ka dhe më të suksesshme dhe ka diçka më të madhe se sa kjo. Dhe kjo është diçka që më ka bërë vërtet të eci dhe më ka dhënë fuqi që ta shtoj veten më tepër deri këtu në këtë rrugë dhe të vazhdoj përsëri dhe do ketë shumë gjëra dhe surpriza tepër të mëdha për publikun, krejt shqiptarin. Jo vetëm Shqipëri. Ju edhe vrejni që jeni njëri me shumë vullnet dhe kjo është më mirë edhe patjetër që me punët suksesi i garantuar. Suksesi është vetëm me punë, gjithmonë. Unë e kam primare në jetë, e maj si shpërhi timen që nëse do arrish sukses, duhet punosh. Edhe kjo është, suksesi është puna. Po, ne do të ndjekim blokun e reklamave dhe do të rikthehemi përsëri në studio që të vazhdojmë bisedën me të ftuarin tim për sonte. Dëshironi që dasma juaj të gjirohet në mënyrë profesionale dhe në cilësinë Full HD? Kontakto 045 551 992. Miqtë e dashur, kemi ndjekur kështu bllokun e reklamave, me rikthyer përsëri në studio që të vazhdojmë bisedën me ftuarin tim për sonte, është Eli Xhi, e thash dhe në fillim që na ka nderuar me ardhin e tij nga Shkodra sonte këtu në Harkun, në televizionin Opinion. Me gjithë gjërat që tashmë ju në këtë moshë tash që jeni marr, që gjithë secila në vete kanë ngërthy famën. Do da e di se çfarë paraqet fama për ju? Jo, unë të them të drejtën jam personazh mbaj thjeshtësinë vetvetëve, nuk është se jam nga ato tipet që ngrihen pas famës apo tërhiqen shumë pas famës edhe do të veçohesh ja kë dhe s'ka. Unë jam më tepër ta them i thjesht, sepse thjeshtësia kemi një shprehje në Shkodër që thjeshtësia të zbukuron. Edhe nuk është se jam mendje madh apo që e bëj diçka që dua famë, edhe kjo s'ka lidhje. Nëse punon do kesh sukses, do kesh famë, por gjithmonë e rëndësishmja është që të jesh me këmbën në tokë, sepse po dole në ajër, do biesh poshtë dhe s'do ngrihesh më pastaj. Kështu mendoj unë. Për mua fama është diçka normale për një artist, por gjithmonë të mbaj thelbin e tij dhe thjeshtësinë me komunikimin me njerëzit, thjeshtësinë se si do paraqitet tek njerëzit dhe mos të çfaq, sepse pastaj publiku nëse tregon një mendje mallësi publiku më tepër të urrët se sa të don. Prandaj për mua fama është diçka normale. Ju keni ndonjë figurë që admironi ose që thjesht mund të jetë një idol i juaj? Qoftë ajo nga muzika, qoftë ajo nga Shqipëria, kudo tjetër, dikë që ju... Jo, nga Shqipëria nuk është sepse unë... Po nuk do të që mundet me qenë vetëm nga Shqipëria, është thjesht një figurë që ju e admironi ose thjesht mund të shuani kjo është idoli. Me pëlqen si artist, me pëlqen Eminemi ishte dhe Tupaku që sot nuk është. Këto janë artistë të mëdhej të botës, normalisht krenohemi dhe meritën se është e veçantë, por këto janë, mund të jenë një idolli, mund të quaj, por thjesht pëlqen, jo se jap diçka pas tyre, apo vdes pas tyre si janë disa fansa, nuk thjesht më pëlqen kaq. Ju pasi vetëm edhe vetë jeni artist. Do doja të di mendimin tuaj në përgjithësi për muzikën Kosovë dhe Shqipëri, pasi vetëm unë mund të quaj se kosovarët faktikisht janë më të suksesshëm pak se sa shqiptarët.
Nuk e di, në Kosovë më duket se muzika funksionon ndryshe dhe është diçka që mua m'pëlqen mas shumti se në Kosovë kanë mbështetje nga njerëzit me sa kam pa dhe unë kam kontakte dhe me artistë të ri që janë të talentuar dalin dhe me njëherë marrin në menaxhim, a kupton, ndërsa përgjithësisht shqiptarët menaxhojnë veten. Ndërsa këtu kam parë që funksionon pak më ndryshe dhe pak që duhet funksionojë ashtu dhe në Shqipëri. Unë kam mendime shumë të mira, muzika ka ardhur çdo ditë dhe duke u rrit, pavarësisht se normalisht ka ato gjërat e veta, se sot të bësh këngëtar është bërë edhe pak e thjeshtë, por besoj që është larguar pak nga e vjetra dhe është rikthyer nga e reja. Por prapë mendoj që asnjëherë nuk duhet ta harrojmë nga kush jemi dhe nga kemi ardhur, kulturën mund ta them. Por është mirë që edhe të evoluosh, por gjithmonë të jetë dhe një brez që ta mbaj kulturën. Muzika ka evoluar shumë. Të krahasosh para 10 vitesh me tani, ka evoluar shumë. Për sukses dihet. Do të di se çfarë vlerësoni më shumë tek miqësia dhe si është Eligji në raport me miqësinë? Kjo është pyetje që tek miqësia vlerësoj sinqeritetin. Edhe tek miqësia urrej gënjeshtrat, e vlerësoj nëse një person është i drejtë për drejtë dhe nuk sjellhet me dy fytyra. Mund ta quaj që tani thot kështu, për shembull për një diçka dhe sapo ti të largosh nga ai, ti thot dikujt tjetër ndryshe. Ajo nuk është miqësi. Sot miqësia është bërë më tepër interes se sa miqësi. Sot miqtë e vërtet janë të rrallë, them të drejtën, por sot puna të lidh me miqësinë më tepër. Çdo njeri, domethënë, nëse ka interes, jo në kuptimin e keq, por nëse mua ty me përputhjen interesat, për shembull, krijoj miqësi. Edhe ashtu është miqësia sot për sot. Interesi më tepër, si ti përputhen interesat. Miqtë e mi të vërtet, domethënë nuk është se janë shumicë e madhe, por të flasim për miq punet janë të më rëndësishëm shumë. Mersi shumë. Po. Ta thash edhe më parë, pra, miqësia është diçka unë e vlerësoj vetëm sinqeritetin. Nëse një person është i sinqert, nuk ta ban të keqen pas shpine, ai quhet mik. Nëse ta ban të keqen pas shpine, pastaj dihet çfarë quhet. Që s'është nevojë ta përmendim. Kënga e fundit është një bashkëpunim me Shpat Kasapin dhe Barbana Dini, nëse s'gaboj. Barbana Dini. Atëherë do të di më shumë para se të ndjekim patjetër videoklipin, do të di më shumë rreth kësaj kënge, rreth teksit, bashkëpunimit, pasi vetëm është e fundit. Unë jam person që se po kapem këtu për 2 këngët e para. Unë jam një person që kur vazhdoj të punoj diçka me një person, e vazhdoj gjatë dhe këtu është po flas për punën e produksionit. Sepse unë vërtet nga produksioni Boja Production, Marilyn Boja si producent, vërtet ka nxjerrë sukses dhe siç ishte edhe një mjaft sukses i arritur në bashkëpunim me Shpatin dhe Barbanin, me këngën Në shpirt me kevra, e cila sapo doli u shndrua në hit dhe u komentua nga gjithë mendjat, u dëgjua në çdo lloj makine, fëmijët e vegjël po e këndonin rrugëve. Dhe çdo diskotek po luante vërtet në playlista, ishte në vendet e para në atëherë kur doli dhe kishte një sukses mjaft të madh. Po ashtu është punuar klipi nga Max Production, siç ishin punuar edhe 2 klipe tjera. Unë vazhdoj dhe do të vazhdoj të punoj me Studio Produksionin për arsye që relatat janë të mira, të them të drejtën, mes meje dhe produksionit dhe bën një punë mjaft të arritshme për atë që ne kërkojmë, apo një këngë e mirë dhe një artist i mirë kërkon. Nga me të arritshmet që mund të ekzistojnë për në Shqipëri. E të ketë një këngë solo nga ju, apo? Jo, bashkëpunime. Apo të vazhdojsh vetëm me bashkëpunime? Jo, unë kam dhe këngë solo, pavarësisht se sonde nuk janë e playlistën tuaj. Kam disa këngë solo, kanë qenë fillimet e mia dhe unë kur kam marrë pjesë në për evenimente, realisht kam marrë pjesë me gjithmonë solo, jo në bashkëpunime me një artist. Pastaj hyra te pjesa bashkëpunimeve dhe ngele aty, nuk e di pse unë ndjeva mirë apo pse. Por duke parë që po evoluoja me tepër dhe më ngjiti diçka me tepër. Dhe pastaj projektet kur i realizonim, Mari Glen, ç'është ky projekt? Do gjejmë një artist tjetër që ta mbuloj një pjesë e refrenit apo diçka dhe kështu, domethënë, ishte komplet
e hedhme në përfundim me realizimin e një projekti. Por sigurisht unë përsi kam 3 këngë të reja, por do kem një bashkëpunim i cili do jetë me një artist shumë të njohur nga Kosova, këtë ja u premtoj, dhe do kem dhe një këngë solo mbas këtij bashkëpunimi. 3 këngë i kam të reja, por do dalë solo më pas, sepse edhe ajo e treta i vjen të jetë bashkëpunim dhe duhet ta ndërprej pak këtë kohën e bashkëpunimeve që mos bëhet e mërzitshme për audiencën. Dhe ajo do jetë që do ndodhi shumë shpejt, besoj, në muajt në vijim. Kënga solo do jetë diku rreth verës, sepse tani po punojmë një këngë që është vërtet një projekt shumë mallor dhe një këngë e cila jam i sigurt që do bëjë një bum të madh te publiku dhe publiku do ta dashurojë. Kemi punuar shumë për atë këngë, kemi rreth që 4 muaj, 5 muaj që po e punojmë vazhdimisht në studio dhe thjesht po presim të vendosim finalizimin të artistit që do jetë pjesëmarrës në atë këngë. Edhe kaq, përsa i përket këtyre pjesëve. E thamë në fillim që Eli G mes muzikës si këngëtar dhe si producent, do të di më shumë tashmë për këtë pjesën e producentit. Më fli diçka më shumë rreth kësaj. Pjesa e producentit është gjëja më e fundit, domethënë që ka ardhur në pjesën time të karrierës si producent. Do ta cekim se mos ta marrin publiku si producent muzikor. Unë jam producent evenimentit, organizator evenimentesh dhe këtë unë para se të organizoja, por i kthejmë nga fillimi i Shkodra Festin, unë kam pas plan që 2 vite që të organizoj diçka që do jetë e vlefshme për një publik tepër të gjerë, do jetë e vyer për atë audiencë, dhe kur erdhi momenti unë e hedha projektin në punë dhe ecëm me mjaft sukses. Mora direkt me njëherë ka marrë mbështetjen e bashkisë të qytetit dhe me njëherë sponsora dhe krejt u ofruan që të ndihmonin në këtë eveniment dhe duke mbështetur evenimentin sigurisht dhe unë shpalosa atë vetdijen time çka doja të realizoja dhe besoj doli me mjaft sukses. Sigurisht, përsëri me surpriza tjera. Gjithsesi, pa hyrë shumë në detaje, do të më tregosh pak, vetëm pak nga kjo e vërteta e një evenimenti që po organizohet në Prizren. Po, kanë filluar që të qarkullojnë fjalë këtu në Prizren që do organizohet një eveniment, edhe faktikisht ardha ime me tepër në Prizren që 2-3 ditë është po për këtë fakt, për të realizuar një eveniment po mbar kombëtar në qytetin e bukur që unë mjaft jam duke u kënaqur të Prizrenit. Unë kam sjellë një projekt të gatshëm për një eveniment muzikor, dihet, i cili në bashkëpunim me televizionin TV Opinion, televizionin tuaj, sepse unë mora informat kush është televizioni me suksesën në Prizren, më thanë që është Opinioni. Dhe sigurisht që me Edin kam kontaktuar edhe më parë, pronarin e presidentin e televizionit, dhe Edi u shpreh mjaft entuziast dhe mjaft i mirëse pritur këtu për të mpritur mua, pra, për të bashkëpunuar për një eveniment, sepse unë më sa mora informacion vërtet mungon pak ky organizimi i evenimenteve në Prizren dhe kemi filluar nga puna. Jemi vetëm në fillime, por shumë shpejt do dalin dhe shumë informacione të reja. Sigurisht do ketë dhe intervista tjera se sa i do i përkasin evenimentit për realizimin e këtij eventi. Unë kam pas një takim me personazh të komunës së Prizrenit dhe i falenderoj sepse ato shprehen me njëherë mbështetjen për të bërë pjesë e këtij eventi. Sigurisht me pas dështrimi pak edhe tek biznesmenët e Prizrenit dhe tek bizneset më të rëndësishme të Kosovës, që të ofrohen pak të ky eveniment i cili do sjell një frymë shumë të gjerë kulturore në qytetin e Prizrenit. Besoj do ketë artista nga Kosova, dihet që po, por nga Shqipëria do ketë shumë, nga Maqedonia, po ashtu dhe nga Malizi. Dhe këto artistë do vinë këtu për të performuar. Ky do jetë një eveniment që do zgjasë rreth 3 muaj dhe do jetë faza. Pra do jetë faza parë të cilët do jetë prezantimi i gjithë konkurrentëve, faza 2 do jetë faza e gjysmë finale, se cila do mbahet nga pallatet e sportit këtu në Prizren, nga më të mirat. Sigurisht do jetë dhe finalja madhështore, ku në finale madhështore dalin më të mirët, më të suksesshmit
Dhe ato që do marrin çmime, këtu do ndahen dhe shumë çmime në këtë eveniment, do ndahen rreth 15 çmime, sigurisht do ketë çmimi i parë me vlerë monetare dhe çmimet e tjera me kosto të tjera, dhe në natën finale do të ketë plot të ftuar, mund të them VIP-at më të rëndësishëm të Shqipërisë edhe Kosovës. Eligi, ne jemi minutat e fundit e emisionit. Patjetër para se di për planet tuaja më konkrete për të ardhmen, do të di me gjithë kaq vullnet dhe pozitivitet, kujt jeni mirënjohës? Unë jam mirënjohës familjes time në radhë parë, që më kam mbështetur, jam mirënjohës vetvetes që nuk kam ndaluar asnjëherë për diçka. Unë kur kam vendosur ta realizoj diçka, unë gjithmonë e kam realizuar. Jo për t'i bërë admirim vetit, por është e vërtet. Në qoftë se i hy diçkaje, dua patjetër që atë diçka ta mbaroj. Jo ta le për gjysmë, apo nuk jam tip që tërhiqem. Unë jam gjithmonë këmbgulës, jam edhe sheja horoskopit Luani. Dhe Luani është gjithmonë o do bëhet ashtu si çdo ose s'ka. Është breti, thojza. Edhe unë jam tip fiks i atill, që nuk tërhiqem asnjëherë dhe i çoj gjërat deri në fund. Prandaj normalisht ka ndikuar shumë familja ime, sepse në radhë parë të merresh me muzikë është tepër e vështirë. Don një kosto tepër të lartë dhe kur unë kam vendosur që të hyj kësaj rruge, ka treguar gatishmëri komplet familja që okay, çka do duhet, do e kemi ne përsipër dhe prandaj është arritur dhe këtu ku jam sot unë. Dhe kjo është e gjitha. Planet më konkrete për të ardhmen? Planet më konkrete sapo t'i përmenda. Përveç këtyre, sepse me kaq punë që do ti, po presim që ka diçka më shumë. Cili do jetë më parshëm. Planet më konkrete është që tani unë do merrem pak me evenimentin këto në Prizren, që do shfaqet edhe spoti shumë shpejt në televizionin Opinion. Sigurisht po merrem dhe me këngën që ta përmenda dhe koncerte. Shumë mirë. Shumë suksese tutje, uroj që të realizohen të gjitha planet dhe dëshirat tuaja. Shumë suksese në karrierën tuaj. Si do realizohen. Faleminderit shumë për intervistën, vërtet ishte një kënaqësi e imja që të jem sonde në Prizren dhe në një emision kaq të këndshëm Harku, siç është i juaj dhe i televizionit Opinion, dhe jam ndjer vërtet tepër këndshëm si asnjëherë, si në shtëpinë time, tepër lirshëm. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ju që ishit këtu. Faleminderit. Miq të dashur, ishte ky Eligi, besoj që keni kaluar qaste të këndshme në shoqërimin tonë. Ju vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit Opinion deri javën tjetër. Mirëmbëjtje.